E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Mbrëm, pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova u bë këngëtari i njohur Labinot Rexha. Ju e dini shumë bukur, Labinoti në fakt krijoi një Big Brother jashtë për ta bindur Olsa Muhametin, producenten e këtij produksionit, për ta futur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Labinoti përfliteshte që do t'ishte pjesë e këtij reality show, u komentua shumë për të, dihet që ka dhe një histori shumë interesante, historinë e jetës së tij e ka folur nëpër media, por nuk është se u mirëprit me shumë dashuri nga banorët e cilët janë brenda shtëpisë. Është ndërtuar ky le ta themi ky muri nga banorët që e personalizojnë shtëpinë, e quajnë të tyre dhe nuk tolerojnë që të futet një banor i ri. Do me thënë një banor i ri në këtë pikë të lojës, edhe pse në fakt jemi shumë herët, mund t'i quajmë të gjithë banor të ri, ato fillimisht mbrëm janë zyrtarizuar si banor, e ka të lehtë të qaset edhe të merë vëmendjen. Por qasja e parë dhe lufta e parë që ndodhi mes Labit duke përfshirë edhe një artist tjetër nga ana e Labit është pak e çuditshme. Shkurta, njër nga banorët e cila ka hyrë me një qëllim të qartë për vllahun e saj, i cili do me thënë vuan nga një sëmundje që është i palëvizshëm, pati një kacafytje me Labinot Rexhën, duke u grindur që Labinoti ka përdorur fotografitë e emisioneve të saj për të treguar afrimitet dhe për të fituar audiencë nga emri i shkurtës. Por Labinoti doli në një temë tjetër, që vllaun tënd nuk e gënjeva unë, por e gënjeu Labinot Tahiri. Tani, sa është e lejushme në reality show Big Brother të përdoren informacione nga jashtë dhe të përdoren emra të artisteve të cilët nuk janë pjesë e kësaj shtëpie, kjo në fakt është për të çuditur. Unë si gazetar që e di, Labinot Tahiri të gjitha ndihmat që i ka bërë në kuadër të qytetarëve të tij, të njerëzve të Kosovës, kanë qenë të suksesshme. Tani, që u akuzuan mbrëm publikisht Labinot Tahiri për një gënjeshtër të madhe, që do me thënë nuk ka financuar sëmundjen e vllaut të shkurtës, unë dua që ta dëgjoj vetë nga goja e Labinotit, sepse nuk kemi asnjë lloj deklarate nga Labinot Tahiri, dhe ta komenton se çfarë në të vërtetë po ndodh dhe pse u përmend brenda kësaj shtëpie.